إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun subhanahu wa ta'ala e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah s'ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah s'ka kush e udhëzon. Selamet përshëndetjet tona ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fesnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjekjet Islam deri në ditën e gjykimit. Sot me falendrim ndaj Allahut të Madhërisëm, festojmë që na mundsoi të jetojmë Ramazanin dhe të arrijmë një ditë si kjo ditë Bajrami. Deri dje ishim në rreshat e Taravis duke kërkuar prej Allah subhanahu wa taala që na fal gjunahet tona, gabimet tona që i kemi bë. Kurse sot jemi në ditë Bajrami duke shpresuar mëshirën e Tina dhe duke festuar për dhuntit e Tij të shumta që na i ka dhënë. Kjo ditë vjen me një madhështi të dyfisht. E para është se është ditë gëzimi, ditë Bajrami, dhe e dyta se është ditë e bekuar e xhumas. E me këtë po do Allahu më na thonë se dyert e mëshirës së Tij janë më të hapura se kur. Nderuar besimtar, Bajrami nuk është thjesht një veshje e re, por ajo është një shpirt i ri i çliruar nga zilia dhe urtësia. Nuk ka kuptim nëse vllau nuk flet vllaut vet. Nuk ka kuptim nëse fëmijë nuk e viziton fëmijën e vet. Për këtë arsye sot çdo besimtar duhet ta shtrijë dorën e pajtimit të tij ndaj çdo kujt që ka pasur ftohtësi, ndaj çdo kujt që ka pasur ziri apo urrëtie. Për këtë arsye duhet të respektojmë prindërit tanë, të gëzojmë fëmijët, të vizitojmë farafisin tanë dhe mos t'i harrojmë ata që nuk kanë sot askën në sofrat e tyre jetimët. Xhamat pranishëm, tjetra është se mos ta kyçmi devotshmërinë tonë vetëm brenda muajit Ramazanit. Për shkak se Zoti Ramazani nuk kërkon prej neve që ta adhurojmë atë vetëm në Ramazan, por edhe në muaj tjerë. Nuk do të jemi besimtar të Ramazanit, por do të jemi besimtar të sinqert, besimtar të vërtet, besimtar të namazit. Vërtet i mençur është ai njeri i cili kujdeset për ndërtesën e tij pasi që e ndërton dhe kërkon falje Allahut subhanahu wa taala pasi që i premton. Mos jemi prej atyre njerëzve që Allahu thon në Kur'an: "Wala takunu kallatina qad ghazla min ba'di quwwatin ankatha." Dhe mos u bëni si ajo grua që e prish endjen e saj pasi që e kishte thurur fort. Imam Sadi Allahu mëshiroft ka thënë: mos u bëni se ajo grua që e qëndis një veshje të fortë dhe të bukur, pasi që e përfundon dhe e merr dhe e pris gjithçka. Po ashtu i mençur është ai njeri i cili i ka njoh vlerat e jetës së tina, çmimin e frimarrjes së tina dhe mundohet që t'i afrohet Allahut subhanahu wa taala jo vetëm në muajin e Ramazan, por edhe në muaj tjerë. E Allahu thot Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe madhrejnë Allahun derisa t'ju vi çasti juaj vdekja. Pra xhamat pranishëm që t'jetë gjendja jonë mbas Ramazanit ashtu siç ishte në Ramazan, duhet me e ditë çdo besimtar që Zoti Ramazanit është pa i Zot edhe në muaj tjerë. Është pa i Zot edhe në muaj tjerë. Për këtë arsye besimtari duhet vazhdon në veprimin e veprave të mira, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot: "Ahabbul a'malu ila Allah adwamuha wa in qal." Veprat më dashura tek Allahu janë ato vepra të vazhdueshme sa do pakta që janë.
Imam Newawi Allahu mëshiroft thot, urtësia në vazhdimsinë e veprave të mira, edhe nëse është pak, është më hajrit se sa ajo e shumta që ndërpritet. Sepse me vazhdimsinë e veprave të mira, sa do pakta që janë, qoftë leximi i Kuranit, dhënia e lemoshës, dhënia e sadakas, përmendja e Allahut, dhikri, shumë fishohen në krahasim me veprat e shumta që ndërpriten. Kanë thënë disa prej dietarëve, prej shenjave të pranimit të veprës është pasimi i veprës më të mirë. Kurse prej shenjave të pranimit të veprave është ndjekja dhe vazhdimi i atyre veprave që i ke bëti më herët. Veprat e mira janë shumëta. Ku njëra prej tyre është agjerimi i muajit të Shevalit. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: "Men sama Ramadanin thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyam dahr." Kush agjeron Ramazanin dhe e pason atë me 6 ditë të Shevalit, është sikur se me agjeru tan vitin. E dietar për këtë thënë, ai që e pason Ramazanin me 6 ditë të Shevalit, është sikur se me agjeru tan vitin. Pse? Për shkak se një e mirë shpërblet me 10 mira. Besimtari kur agjeron një muaj Ramazan, do të thonë 30 ditë, nëse shpërblet me 10 mira bën 300 ditë. Po ashtu edhe 6 ditë të Shevalit, nëse shpërblehen me 10 mira bën 60 ditë, ku formulohet dhe bëhet një vit. Dhe ne lutim Allah subhanahu wa taala për në fund që dalim prej jetës tonë me zemër të pastër, me fytyra të pastra, siç po e festojmë sot këtë fest. E lutim Allah subhanahu wa taala që agjërimin ton, namazin të cilët e kemi bë dhe sadakan që e kemi dhënë, Allah makbul të na ban. Ato gjërat të cilët i dim dhe ato të cilët nuk i dim, Allah maghfirat të na ban. Xhenetin Firdaus nasib të na ban. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sot është ditë e Xuma, është sevap I madh me dërgu salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa I besimtarit I cili dërgon salavat një herë, Allah dhe melaqet do të dërgojnë për atë musliman 10 herë. Ne dërgojmë salavat duke thënë: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.